Në panoramën e futbollit evropian gjithnjë më shumë vëmendja po përqendrohet te talentet e reja që po arrin të bëjnë diferencën jo vetëm me potencial, por me shifra konkrete. Në këtë listë elitare ku përfshihen emra si Lamine Yamal dhe Pio Esposito, vendin e tij e ka fituar me merite dhe sulmuesi shqiptar i Cezenias, Christian Shpendi. Sulmuesi i lindur në vitin 2003 është ndruar në një nga profilet më interesante të brezit të tij, fa një kombinimi mes instiktit si një kolçënues, vazhdimësisë në performancë dhe disiplinës në taktik, vlerësime këto të dhëna nga Il Resto del Carlino në një analizë që i është bërë. 2 sezonet e fundit kanë qenë vendimtare për arritjen e tij, duke pozicionuar me sulmuesve më produktiv në Europë për moshën që ka. Sipas raportimeve të medias italiane, vetëm 5 futbollistë lindur nga viti 2003 në vazhdim kanë arritur të regjistrojnë të paktën 20 gola dhe 5 asist në 2 sezonet e fundit. Në këtë grup shumë selektiv, përveç Yamal dhe Esposito, të cilët natyrisht janë lojtarë të një niveli tjetër, sidomos spanjolli që me Barcelonën po thyen çdo rekord, bën pjesë edhe Lucas Tassin, Benjamin Šeško, si dhe vetë Shpendi. Ky fakt nuk është thjesht statistik, por një tregues i qartë i impaktit që sulmuesi shqiptar ka pasur në skuadrën e tij, duke u kthyer shpeshherë në lojtarin që ka ditur të marrë qendrën e vëmendjes. Ndryshe nga shumë bashkëmoshatar që alternojnë paraqitjet, Shpendi ka arritur të ruajë një standard të lartë në mënyrë të vazhdueshme, duke qenë pikë referimi për Cezenën. Statistikat e Shpendit. Duke analizuar performancën e tij në Serinë B, varet një progres i qartë. Pas një sezoni 2023-2024 në Barcelonës, me 20 gola dhe 6 asist në Serinë C, Shpendi konfirmoi vlerat edhe në një nivel më të lartë. Në sezonin 2024-2025, ai realizoi 11 gola dhe 3 asist, ndërsa në sezonin aktual 2025-2026 ka arritur në kuotën e 10 golave dhe 4 asisteve në 36 ndeshje. Në një total për 21 golash dhe 7 asistesh në 2 sezonet e fundit, shifra fantastike këto. Këto shifra tregojnë një sulmues që jo vetëm shënon por kontribuon dhe në ndërtimin e lojës, duke u përfshirë aktivisht në fazën kreative, për më tepër fakti që ai ka luajtur kryesisht si qendër sulmues, por është aktivizuar edhe si sulmues i dytë apo në krah, e bën një profil taktikisht shumë të vlefshëm dhe që mund të jetë alternativë e rëndësishme edhe në të tjera pozicione në fushë. Mungesa e golit. Megjithatë, sezoni nuk ka qenë pa sfida. Shpendi nuk ka gjetur rrugën e rrjetas që nga 28 shkurti, një periudhë thatësire që për një sulmues shpesh shoqërohet me presion dhe analiza. Pavarësisht kësaj, ndikimi i tij në lojë mbetet i dukshëm dhe besimi i stafit teknik nuk është lëkundur. Në këtë fazë të kampionatit, Cezena vijon të jetë në garë për objektivat sezonale dhe shumë prej shpresave i lidhen pikërisht me rikthimin e golit nga Shpendi. Merkatoja. Performancat e tij nuk kanë kaluar pa u vënë re, edhe pse nuk po kalon momentin më të mirë në aspektin e finalizimit, profili i tij vazhdon të monitorohet nga disa klube të Series A dhe nga skuadra ambicioze të Series B. Vera pritet të jetë një moment kyç për karrierën e tij, nëse arrin të mbyllë sezonin në rritje një hap drejt një niveli më të lartë, duket më shumë se i mundshëm. Krahasimi me Steven Shpendin. Nëse Christian Shpendi ka ndërtuar profilin e tij mbi vazhdimsinë dhe rolin e liderit ofensiv të Cezena, pinjaku i tij Steven po ndjek një trajektore më ndryshe, por po aq interesante. Në sezonin aktual me Empoli në Serinë B, Steven i ka realizuar 13 gola në 34 ndeshje, një shifër që t'i kalon prodhimin aktual të Christianit, por me një rol më të fokusuar te finalizimi dhe më pak përfshirje në asist. Ndryshe nga Christiani, i cili kontribuon më shumë në ndërtimin e lojës dhe shpërndarjen e topit, Steven i shfaqet si një finalizues më i pastër brenda zonës. Edhe rrugtimi i tyre i fundit reflekton këtë diferencë, pasi Steven vjen nga një sezon më i qetë tek Carrarese përpara se të shpërthen tek këtë edicion, ndërsa Christiani ka ruajtur një linjë më të qëndrueshme progresi. Në tërësi bëhet fjalë për dy profile që plotësojnë njëri tjetrin dhe shumë shpejt. Shqipëria mund të ketë dy vëllezër që mund të kthehen në liderët e skuadrës kuqezi.